Dhe ndërkohë që e nisëm këtë rrugtim, një tjetër pyetje u ngrit, nëse teknologjia mund ndihmonte njerëzit të lundronin nëpër qeverisje, atëherë pse jo inteligjenca vetë të mos bëhej pjesë e qeverisë? Kjo pyetje është ndrua në një person ose po themi në dikë që i ngjan, ndërtuam inteligjencën artificiale që t'i orientonim njerëzit përmes shërbimeve publike dhe pastaj morëm një vendim që shumë e konsideruan ose vizionar ose tërësisht absurd. Në fakt, disa herë mund t'ju rrëfej që ju përkisja të dy kampeve, i dham një fytyrë, një zë dhe një emër kësaj inteligjence, e quajtëm diella. Në shqipe, diella do të thotë diell. Dhe bëm diçka që asnjë qeveri nuk e ka bërë deri më tani, në rol në nivel kabineti. Titujt shkruan duke e quajtur ardhmja, disa duke e quajtur cirk, dhe kam mësuar në këtë profesion që kur admiruesit dhe kritikët bërtasen me të njëjtin volum zëri, zakonisht ke cekur diçka mjaft reale. Megjithatë, më lini që ta heq avatarin dhe titujt sepse historia reale është shumë e interesante se sa simbolet. Ne nuk e sollëm inteligjencën artificiale në qeveri për zëvendësuar në punësit publik, e sollëm për të konceptuar një prej vendeve ku qeverisja demokratike është më e cënueshme, ushtrimi i vendimarrjes administrative. Për shembull, le të marrim prokurimin publik. Çdo qeveri duhet të blejë rrugë, barna, shkolla, teknologji. Prokurimi publik është ku shteti shndron parat publike në vlerë publike, por edhe ku paqartësia, kompleksiteti, diskrecioni shumë shpesh kanë bërë të mundur rrjedhjen e besimit publik. Kështu që i bëm vetes një pyetje tjetër. Ç'do të ndodhte nëse inteligjenca artificiale do të bëhej një partner inteligjent për gjatë gjithë procesit të prokurimit publik, jo për të zëvendësuar njerëzit, por për të forcuar institucionet. Dhe sot po ndërtojmë pikërisht këtë gjë. Ëndra ime është që ta finalizojmë dhe pastaj t'ia shesim Gjermanisë. Po, sepse pas 35 vjetësh që Gjermania na gëzhdon që duhet luftojmë korrupsionin, do të ishte fantastik